Nisi me pjesëmarrje në samitin e koalicionit të vullnet mirëve për Ukrainën, thirrur nga presidenti Emmanuel Macron në Pallatin Elizes, ku kisha nderin të isha edhe unë ndër të ftuarit për të përfaqësuar Shqipërinë. Në tërësi takimi shërbeu për të bërë një bilanc të gjithë përpjekjeve të njësimit pozicionit dhe të koordinimit të forcave e të ndarjes detyrave mes Shtetet Bashkuara, koalicionit të vullnetmirëve dhe Ukrainës, në kuadër të garancive të sigurisë së nevojshme për hapjen e rrugës drejt kompromisit dhe paqes pas një lufte që ka marrë vërtet të jetë shumë jetë njerëzit. Por gjatë qëndrimit tim në Paris, u takova dhe me ministrin e drejtësisë francez, me cilin diskutuam mbi pjesëmarrjen e partnerëve francez në grupin e reflektimit që kemi nisur për problematikat e politikës penale në Shqipëri, si dhe mbi konsolidimin e draftit të ri të kodit penal në harmoni të plot me standardet dhe praktikat më të mira europiane. Siç e kam thënë, na duhet një reflektim i madh, serios dhe larg pamës mbi politikën penale në Shqipëri, sepse duhet adresojmë problematika të mprehta, por njëkohësisht të mbrojmë pavarësinë, të nxisim pansinë dhe të rrisim cilësinë e drejtësisë në këtë vend, ku kemi më në fund një drejtësi të pavarur, fal leadershipit të Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe mbështetjes bipartizane të popullit shqiptar, por nuk kemi ende asnjë drejtësi të paanshme dhe asnjë drejtësi cilësore. Nuk është e lehtë, por unë nuk jam përkushtuar politikës për të bërë gjërat lehta, apo për të marrë lehtë gjërat e rënda. Për kundërshtim.